Miq të nderuar, në episodin e sotëm do të ndalemi tek një temë mjaft e rëndësishme, siç është filmi dhe kultura sa e pasqyron, domethënë shoqërinë tonë. Është kjo temë sa artistike, aq edhe shoqërore, pasi që miq të nderuar, filmi nuk është vetëm argëtim, por ai është edhe rrëfim, reflektim edhe padyshim një pasqyrë e thellë e realitetit në të cilin e jetojmë. Sa kaq përmes imazheve dhe tregimeve, kinematografia ka fuqinë e jashtëzakonshme të pasqyroj zhvillimet kulturore, sfidat sociale dhe natyrisht kohën në të cilën jetojmë. E për të folur më gjërësisht rreth kësaj teme, unë kam të ftuar sot në studio një profesioniste të dalluar, është redaktorja e redaksisë filmave dhe serialeve në Radio Televizionin e Kosovës, gjithashtu është edhe ligjëruese në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës, pra është fjala për kolegën time, zonja Mirjet Baraliu, pra jemi kolege në një pikë. Apo jo Mirjet, mirë se erdhe. Përshëndetje Lume, faleminderit shumë për ftesën, kam marrë me kënaqësinë më të madhe për të bashkëbiseduar me ty. Faleminderit për këtë prezantim dhe këto fjalë të mira. E meritoni gjithçka është me merit. Të lutem, me që vetëm jeni tash profesioniste dalluar dhe natyrisht shikuesit që na shohin e din kush jeni, gjithashtu edhe dëgjuesit përmes zërit, gjithsesi ju identifikojnë pasi që u bën ma dekada që drejtoni edhe emisionin Telekino në Radio Televizionin e Kosovës. Por sipas mendimit tuaj, filmi e pasqyron në shoqërinë tonë apo ndikon në formësimin e saj? Po, Lume, shumë bukur e thatë edhe jo. Unë jam rrit faktikisht në Radio Televizionin e Kosovës. Filmisht kam fillu në departamentin e trive dhe më pas si autore, gazetare dhe tashmë si redaktore e redaksisë së filmit dhe serialeve. Filmi është një prej dashurive të mia të mëdha, do thotë vazhdimisht jam munduar që të specializohem, të fokusohem, të profilizohem dhe të mësoj dhe kontriboj në këtë lëmi. Padyshim që kinematografia ka një rëndësi të jashtëzakonshme në jetën tonë, në shoqërinë, në kulturën, madje është aq e fuqishme sa që për mendimin tim dominon edhe mbi politikën. Jo rastësisht një ditë e kam analizuar, për shembull kur mbahen çmimet Oscar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, asnjëherë nuk janë të pranishëm personalitete prej politikës aty, vetëm edhe as presidenti i shtetit për të mos e ul rëndësinë që e ka arti, kinastët, artistët e kështu me radhë. Mënyra se si kinematografia është pjesë e jetës tonë, e shoqërisë tonë, ka të bëjë me atë që nuk është vetëm argëtim, si që thatë edhe ju, është thjesht edhe formësim i mendimeve tona. Shpesh herë përmes temave të cilat trajtohen në filma, ne thjesht fokusohemi në problematika të cilat më pas shoqëria e vëtheksin dhe gjithashtu e gjejmë edhe vetëm përmes personazheve të cilat i shohim në filma, bashkëndjejmë me ta, na zhvillon ndjenjën e empatisë dhe thjesht jemi më emocional. Ne si gjenerat që kemi përjetuar edhe luftën në Kosovë, kinematografia, filmat më saktësisht, po dhe serialet kanë bërë që të largohemi prej realitetit hidhur. Edhe na kanë shpëtuar shëndetin tonë mendor, duke shiquar filma dhe duke e shmangat realitet hidhur në për të cilin e kemi kaluar. Do thotë kinemaja është jashtëzakonisht e rëndësishme, nga se vazhdimisht përcjell mesazhet, cilat janë shumë e rëndësishme, cilat shpeshherë janë të thëna drejt për drejt, por nganjëherë janë si të enkoduara që duhet deshifruar dhe duhet parë se saktësisht çfarë porosie po na dërgojnë këta filma të caktuar dhe më pas
roli në shoqëri është i jashtëzakonshëm, sidomos në edukimin e gjeneratave të reja. Luma, për shembull, unë i favorizoj ata filma, ata seriale që kanë mesazhe pozitive për shoqërinë, që thjesht na edukojnë, jo vetëm na arktojnë. Për shembull, ka qenë në Angli një serial i quajtur Adoleshenca, i cili ka bërë bujë të madhe, madje është folë edhe në parlament për të. Dhe jam pro asaj që edhe ne si Kosovë të prodhojmë filma seriale edukative, se ne kemi një përgjegjësi morale ndaj asaj se çfarë realizojnë, çfarë mesazhe përcjellim te audienca. Njëjtë si për shembull emisioni juaj i respektuar që ka një titull për një botë më të mirë, që vazhdimisht përmes temave që trajtoni mundoheni që thjesht të ndihmojmë, të kontribojmë, të reflektojmë për çështjet të cilat na e lehtësojnë jetën edhe krijojnë një jetë më të mirë. Po ashtu edhe filmat e kanë një përgjegjësi për mesazhet që përcjellen dhe për mënyrën se si ndikojnë tek gjeneratat e reja, por edhe tek të rriturit padyshim për të kaluar faza të ndryshme jetësore. Kështu që unë jam për të krijuar projekte filmike të cilat përveç që na ushqejnë shpirtin, na argëtojnë, na ngjallin adrenalin, po ashtu të na bëjnë të reflektojmë, të mendojmë për çështje të ndryshme shoqërore, për dukuri, nganjëherë për shtresa të cilat janë më senzitive, për diskriminimin shoqëror, për varfërinë, për tema dukuri të cilat ballafaqohemi çdo ditë në shoqëri. Pra filmat e vëndtheksin në dukuri të caktuara, dhe më pas anglisht quhet spotlight, dhe më thonë hedhen një lloj drite në një temë të caktuar që duke pas një fuqi të jashtëzakonshme, që po që se nuk ishin trajtuar përmes kinematografisë, ndoshta kishin qenë në raste të anashkaluar ose të heshtura më pak të trajtuara. Faleminderit shumë, por domethënë gjatë kësaj përgjigjes tënde hape disa tema që natyrisht mua po më nxisin tani të kthehemi dhe të parashtroj pyetje. Përmende filmat Oscar edhe mos pjesëmarrje ndoshta të politikbërësve në mënyrë që mos ndikojnë ndoshta në vlerësim ose varet se si ata e perceptojnë. Nga ana tjetër përmende edhe deshifrimin e temave ose gjërave që trajtohen për brenda një filmi. Tani mua po më intereson shumë këtu vendi ynë si shndron në këtë rast, edhe ne si popull, si njerëz, me që dhe jeni ligjëruese në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin e Arteve konkretisht, a i deshifrojmë si duhet, do me thënë, këto temat të cilat i përcillim në për filma, në mënyrë që pastaj t'i përdorim në jetën tonë të përditshme, në secilin fushë, do me thënë, sepse kinematografia botërore normalisht që është jashtëzakonisht e pasuruar në këtë drejtim. Një pyetje shumë e mirë. Unë të doja të ndalem fillimisht në atë që artistët janë të lirë dhe nuk duhet kufizuar në ata se çfarë nuk duhet ketë ndonjë agjendë ose plan për t'ju thonë atyre që domosdoshmërisht kjo është trend, kjo është temë e kohës dhe duhet të bëjmë filma lidhur me këtë temë. Unë mendoj që artistët duhet jenë të lirë dhe të vendosin vetë për mesazhet që ata duan t'i dërgojnë tek audienca, për temat cilat ata duan që t'i trajtojnë. Nga se e kam parë që kohëve të fundit nuk është që në Kosovë kemi realizuar filma për shembull që flasin për atë që ne kemi përjetuar si popull, që e tregojnë vërtetën historinë e hidhur të luftës, edhe fqinjet tanë. Për shembull serbët sfundi është bëbuj që e kanë realizuar një film ku shqiptarët i paraqesin, domethënë si një temë të pavërtetë, si agresor, ndërsa ata janë si viktim. Domethënë edhe duke trajtuar ata si ngjarje të vërtetë dhe duke dërguar madje në Hollywood. Unë po shoh që në Kosovë të ne po hezitojnë kinastët e ri për të trajtuar temat luftës, se duket luma që është demode. Unë mendoj që
edhe madje nuk po janë të favorizuar për të financuar, nga se gjithmonë po thuhet që nëse disa tema janë trendi, më joshta për festivale, atëherë kanë më shumë predispozita për të pranuar nga një audiencë ndërkombëtare, atëherë disi si po orientohen për të mos thënë kushtohen për të plasuar dhe trajtuar ato tema. Unë mendoj që çdo artist duhet të ketë një përgjegjësi morale në atë se çka ai duhet të trajtojë, çfarë mesazhi duhet përcjell dhe të jetë i lirë dhe jo i kufizuar asnjëherë duke mos shqyqur nëse kjo është trendi, nëse e trajtoj një temë caktuar, favorizohem ose jo, se kemi parë nga një herë raste që edhe temat prej vendeve të vogla, cilat nuk kanë qenë shumë ndoshta moderne dhe shumë universale për të akceptuar nga një audiencë më e gjerë, kanë rezultuar shumë suksesshme dhe kanë marrë shumë çmime. Nuk dija të përgjigja saktë në pyetjen që tha, ndoshta Mari kujton edhe një herë. Jo, pa merak, në rregull sepse ishte pak edhe pyetje e zgjeruar, domethënë isha edhe tek ajo se domethënë atje nuk marrin pjesë politikanët në ndarjen e çmimeve, po këtu. Mirë, po prap më nxite në pyetje. Fal që po ndërprej. E keq, ajo që mua nuk po m'pëlqen është që tena për shembull politika ka marrë primatin edhe po dominon mbi kulturën, mbi ekonominë, mbi çështjet, mbi gjithçka tjetër. Do thotë na vetëm të shoqërojmë televizionet tona çka servojnë ke gjatë gjithë kohës debate politike. Do thotë politika, seanca gjyqësore, domethënë gjithë jeta jon është e involvuar rreth politikës, përderisa kultura si kushtohet shumë pak rëndësi, që është shumë e rëndësishme, që është e domosdoshme për çdo shtet, për çdo individ. Dhe për shembull kemi gjatë gjithë ditës program me shumë pak filma, me shumë pak hapësirë kushtuar fëmijëve, emisioneve edukative, domethënë emisioneve për shkencën, emisione që na mësojnë si me jetu më mirë, si domethënë çka po shohim është domethënë politik, që do doja që këto gjëra pak të ndryshojnë në mënyrë që gjeneratat e reja të ushqehen, edukohen dhe të servohen gjërat që me të vërtet kanë vlera dhe thjesht mirëfilli i bëjnë ata që të kenë benefite prej saj. Kështu që ma pak ndoshta politik, ma shumë emisione edukative, ma shumë thjesht gjëra edhe argëtuese, pse jo, mirë po jo se aq shumë jemi ngarku me atë kohët fundit, jo lufta, ekonomia, domethënë edhe po ushqehemi me lajme të vazhdueshme, të cilat më shumë po na ngarkojnë se sa po na relaksojnë. Po. Mirë po, prap tash sepse përgjigjet e tua goxha shumë po më ngacmojnë, mirë po do të përpiqemi pak a shumë ti përtekojmë, ti rrethojmë ato çështje për të cilat vetëm unë e kam konceptuar këtë edicion. Mua po më intereson shumë tani e dashur Mirjeta përmende domethënë shtetin serb që ka krijuar, ka bërë një film me të cilin domethënë pa të drejtë viktimen e quan agresor. Tani për tani gjeneratat e vjetra dhe gjithë ata që domethënë e kanë përjetuar luftën e dinë se çka ka ndodhur dhe gjitha këto, por rreziku qëndron pikërisht në një të ardhme kur gjeneratat e reja do ta harrojnë faktikisht dhe nuk e din, edhe ajo ka më mbet pastaj në historinë e kinematografisë, sikur që shqiptarët kanë qenë agresori. Mirë po juve si ligjeruese në Fakultetin e Arteve, çfarë po shihni tek të rinjët? Domethënë e kanë një mision, se padyshim të gjithë ne kemi një mision në jetën tonë, qoftë ju me emisionin tuaj, qoftë unë me emisionin tim, e kemi një mision që të arrijmë një pikë, por studentët si po i shihni, e kanë një mision në profesionin e tyre që kanë zgjedhur, apo thjesht e marrin si të mirëqenj, jam aktore, këngëtare dhe kështu që kënaqen me këtë gjë. Faleminderit shumë për pyetjen Luma. Unë ligjeroj në
Fakultetin e Arteve, dega e produksionit, që është një degë e re, që nxjerr producent të diplomuar. Ajo që kam parë, kemi talent të jashtëzakonshëm, kemi studentë shumë ambicioz, cilët thjesht e duan këtë profesion, punojnë fort, edhe se mbi të gjitha është çdo gjë që ta bësh ta duash me zemër. Do thotë thuhet edhe të punosh diçka edhe nëse s'paguhesh, po nëse e bën me shumë dashuri, atëherë bie që nuk punon fare. Kështu që po shoh një potencial edhe një talent të jashtëzakonshëm të gjeneratat e reja, janë të informuar dhe kasta e ligjëruesve që profesorëve që janë në Akademinë e Arteve, janë profesionistë të dëshmuar, cilët vazhdimisht i frekuentojnë festivalet, janë të updateuar me kohën, me kinematografin, me risit, me trendet, janë fitues të shumë çmimeve nëpër festivale, dhe kjo mendoj që është edhe një merit e një udhëheci dhe menaxherit jashtëzakonshëm, siç është zotri Hazir Haziri, i cili me profesion është gjithashtu edhe aktor, e që ka mbledhur në këtë departament profesionistë të cilët kanë çka për të ofruar gjeneratave të reja dhe ju trasojnë rrugën që edhe ata më pas të janë në nivelin e ngjashëm me profesionistët e tjerë të fushës së industrisë së filmit të shteteve të tjera, se Kosova është vend i vogël, mirë po me një talent jashtëzakonshëm, kemi parë sukseset e kinastëve tanë për festivale gjithbotërore, triumfet në festivalet e listës A, të cilat para disa viteve, domethënë kanë qenë si ëndër e largët. Luma kur kam shkuar nëpër festivale, fillimisht kur për herë të parë kam fut Kosovën në Cannes, në Berlin, madje edhe në Hollywood, Kosova s'ka ekzistuar si shtet fare. Edhe di që sa vështirë ka qenë për ta dëshmuar prej ngavim, nga se Kosova ka qenë e lidhur emri i saj me luftën dhe nuk ka qenë e vendosur në hartën e industrisë së filmit botëror dhe as festivaleve, dhe më zhdash më shumë mund për t'i bindur se ne me gjithatë jemi një vend që kemi talent dhe se e duam kinematografin, kemi prodhuar filma shumë të mirë prej kohës së Kosova Filmit, jo vetëm tani, dhe thjesht kemi një vizion më ndryshe që është i barazvlefshëm me kinastët e tjerë të botës. Kështu që këtë po mundohemi mi orientu edhe studentët tanë edhe për t'ja trasu dhe për t'i mësuar që vetëm anglisht thuhet sky is the limit, që ata munden dhe se mund të shkojnë dhe të fitojnë çmime në këto festivale, mund të arrijnë rezultate kulminante, pa marrë parasysh nga cili vend vjen. Nuk do me thonë domosdoshmërisht që se është e rëndësishme, unë di kur kam shkuar në festivale, gjëja e parë që na pyetin ishte prej cilit shtet vjen. Nëse ishe prej një shteti që ka thjesht një industri të zhvilluar ose një shteti me një numër të madh të popullsisë që përkthehet në numër të madh shitjes biletave, gjithmonë kishte prioritet për parësi, për të hyrë në ngjarje, për të intervistuar aktorët e Hollywoodit, dhe po që se ishte një vend më i vogël, natyrisht që sa i përket marketingut, nuk është që kishte ndonjë benefit ose ndonjë përparësi për të pas qasje në këto ngjarje të mëdha, mirë po, gjithmonë me punë, me përkushtim, me profesionalizëm, ja delet dhe asnjëherë nuk bën për të menduar në formë të limituar se ne nuk mundemi. Kështu që kur fillimisht kam qenë shumë e re në moshë dhe kur ka mendu nëse me njëherë pas luftës ka qenë bllokës me mendu për filmin dhe për të folë për te, që nëse mund të shkojmë dhe t'i përcjellim këto festivale që në atë ku kanë qenë goxha të kushtueshme, dhe kam pa që mundem, atëherë unë këtem po mundohem spaku edhe gjeneratave të reja që përmes asaj që unë kam mësuar nga përvoja, nga kontaktet që kam krijuar, jetët cilat janë shumë të rëndësishme në industrinë e kinematografisë, i bart ose t'ju mësoj edhe studentëve cilët kanë përgjedhur për t'u fokusuar dhe profilizuar në këtë lëmi. Kështu që, thënë shkurt, kemi gjenerata të reja,
talentuara, të cilat janë mjaft ambicioze, që me potencial të madh që besoj që do të kenë një karrierë të suksesshme në të ardhmen. Sa është e rëndësishme shfaqja e serialeve në për media, edhe tani më kur po jetojmë në këtë epokën digjitale, sa e dobëson apo sa edhe e ndihmon faktikisht shfaqjen e serialeve në për televizione. Po, jemi duke jetu në një kohë interesante, Luman, dhe me thonë tash me zhvillimin e teknologjisë, inteligjencës artificiale, gjërat paksa ka ndryshuar nga ajo tradicionalja, se si jemi mësuar ne t'i shohim për shembull filmat në televizion, në mediume vetëm si që është televizioni, do me thonë të marim informata prej radios, prej gazetave, mirë po tash informacionet po mirën shumë shpejt përmes thjesht medjave digjitale, prej rrjeteve sociale dhe madje edhe ka ndryshuar edhe mënyra se si ne i shiqojmë filmat, tash përmes platformave online, përmes Netflixit, do më thonë ka ndryshuar pak a shumë ajo kënaqësia them e shkuarjes në kinema për të parë një film ose në televizion ku tashmë njerëz po përzgjedhin nga se jeta është bërë shumë e shpejtë, shumë intensive, që në komoditetin e shtëpisë, ndoshta ka ndikuar pak edhe pandemia, ajo që kur kemi mundoheshim të izoloheshim prej njerëzve tjerë, që në komoditetin e shtëpisë përzgjedhin për të parë filma ose seriale, edhe sidomos kjo mundësia që ta përzgjedhësh ti vetë cilën don me pa, me rishiqu, ndoshta edhe disa herë me ndalë kur don, me vazhdu më pas kur ti don dhe ndoshta nga një herë ndodhun për vete kur më pëlqen një serial Luma e shoh, do më thonë krejt komplet këtë sezona, do më thonë është 30 epizoda të natën deri në mëngjes, krahasuar me për shembull televizionin, mirë po megjithatë televizioni vazhdon ta ketë një tjetë i plotfuqishëm edhe një rëndësi të jashtëzakonshme, është mision i joni edhe që punojmë aty që të transmetojmë seriale, filma, cilat janë edukativ konform rregullave, nga se ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm çka transmetojmë, si do të ndikon ajo tek trinjët, te shoqëria, kohën cilën ne nëse ka skena të dhunës, nëse duhet jetë me paralajmërim të caktuar për cilën moshë duhet shfaqet, në cilën pjesë të ditës shfaqet, mëngjes ose në mramje, kur fëmijët nuk duhet i shiqojnë ose të jenë në përcjelljen e prindit, edhe asesi ndoshta të mos përcjellim në termine jo adekuate, filma cilat përcjellin mesazhe dhunës ose që i glorifikojnë dukuritë negative, siç janë marrja e drogës ose ku e di çka tjetër. Kështu që shfaqja e filmave është pjesë e përgjedhja e filmave të duhur, mendoj që është e domosdoshme, edhe është një mision i çdo mediumi, në mënyrë që të jo vetëm të argëtoj, por edhe të edukoj ata cilët audiencën, ata edhe ti përmbush shpirtërisht. Radio Televizioni i Kosovës, mendoj se po vazhdon që edhe pse nuk është duke transmetuar filma si ka bërë në të kaluarën, aq shumë edhe nuk është për shembull përpara kemi pas edhe çmime të Oscar, mirë po megjithatë më mundohemi që këtë ta kompenzojmë me aq sa po kemi mundësi duke transmetuar për shembull çdo vit ngjarje tjera siç është Akademia Europiane e Filmit EFA, ndarjen e çmimeve dhe përmes emisionit Telekino duke përkrahur kinastët tanë, duke i vënë pas sukseset e tyre, thjesht duke mbuluar tema cilat janë interes për audiencën filmdashëse dhe po mundohemi që ta vazhdojmë traditën e mbulimit dhe prioritizimit të këtyre ngjarjeve kinematografike, të cilat mendoj që janë shumë të rëndësishme për zhvillimin tonë shoqëror në përgjithësi. Koha po na fluturon, mua po më intereson edhe diçka tjetër, të di shpejt e shpejt se me çfarë sfida po ballafaqohen krijuesit tanë në sjelljen e historive autentike për publikun përmes filmit.
Nga ajo që më ka rastisur që të shoh në Kosovë, po e tham prapë që nuk kam parë ndonjë interes të shtuar të kinastëve tanë për, nuk e di për çfarë arsye, për të krijuar filma për historitë tona të luftës. Është e dhëmshme që dëshmitarët me kalimin e kohës po ndrojnë jetë dhe më pas një kohë nuk do kemi askë që të dëshmoj dhe të regoj të vërtetën në për cilën kemi kaluar, përderisa fqinjet tanë po i fabrikojnë këtë histori dhe po e ndryshojnë atë. Kështu që unë do doja që ndoshta shtetit ketë mekanizma të caktuar përmes të cilëve do të financoj dhe do të krijoj, prodhoj filma, dokumentar për storjet cilat do të tregojnë të vërtetën në për cilën ka kaluar populli jonë. Të mos përmend për shembull masakrat e shumta që janë bo, këndo që e takojmë ne, e ka një pjesë të historisë, një storje që e ka kaluar gjatë kohës luftës që është e jashtëzakonshme, është e veçantë, është unike, andaj ne duhet i tregojmë botës për atë që ka ndodhur vërtet në Kosovë. Unë mbaj mend se çdo film është një marketing i jashtëzakonshëm për vendin tonë. Filmi ka fuqitë më të madhe se përmenda edhe njëherë më të madhe se sa çdo ambasador, më të madhe se politika dhe një marketing që do bënte një film i mirë për Kosovën do të ishte i jashtëzakonshëm. Unë mbaj mend, besoj që edhe ty të kujtohet gjatë kohës luftës ka qenë një grup muzikor The Kelly's Family, cilët e kanë bërë një këngë për fëmijët e Kosovës, Children of Kosovo, fëmijët e Kosovës, are asking for helping hand, po kërkojnë për një dorë që t'ju ndihmoj, edhe ka qenë si një spot i realizuar jashtëzakonshëm, i cili ka qenë një marketing fantastik për të treguar të vërtetën se në për çka po kalojnë fëmijët e Kosovës. Do thotë në një kohë dhe në një botë kur ne po jetojmë tash me këto Epstein Files, shembull ka qenë dikush që ka menduar që të zgjoj vëmendjen e atyre shteteve, atyre liderëve botëror cilët kanë mundur që të kontribuojnë dhe të marrin veprime adekuate për të ndryshuar të ardhmen e fëmijëve të një shteti, siç ka qenë Kosova. Kështu që të vazhdojmë të punojmë dhe me shumë dashuri, me profesionalizëm, të përcjellim mesazhe të mira dhe të lëmë gjurmë, se ky është edhe misioni Luman këtë jetë, që të lëmë gjurmë për të mirë, të kontribojmë për shoqërinë e mbi të gjitha për vendin tonë të dashur Kosovën. Gjithsesi ma kujtove këngën Children of Kosovo, shumë këngë e bukur. Po The Kelly's Family. Shumë e bukur. Ka qenë diçka, edhe më lëm përshtypje që nga njëherë pse askujt si ka rënë mend t'i falenderoj ata. Ata kanë bënë një punë jashtëzakonshme. Kanë zgjuar vëmendjen edhe kanë drejtuar sytë e botës tek një vend i vogël ku po ndodhte një gjenocid edhe po kalonte jo heshta razi, por fqinjet tanë mbaj mend që mundoheshin që t'i fabrikonin edhe kur e kanë pyet Miloševićin çka po ndodh, pse janë gjithë këta njerëz jashtë shtëpive tyre duke i deportuar jashtë vendit, ai thoshte, kanë dalë në piknik. Do thotë, e ka qenë dikush që e ka treguar të vërtetën që këta fëmijë janë duke ju marrë jeta padrejtësisht, është duke ju marrë jeta padrejtësisht dhe janë duke ju shkputur dhe ndalë ëndrat në gjysmë. Normalisht këtë emision nuk e përcjellin ai grup, por që do t'i falenderojmë dhe do t'i përshëndesim përzemërsisht, sepse del dikush që vetëm i kujton.